Çfarë keni mësuar për njëri tjetrin duke jetuar bashkë? Dita e përditshme jonë është komunikim, është marrëveshje, sepse ke gjërat për të organizuar, ke gocën që janë gjëra shumë të rëndësishme për ne. Kemi edhe jetën që në atë rast duhet organizuar, por kemi mësuar që komunikimi është mbi të gjitha, edhe respekti ndaj marrëdhënies që kemi. Të lutem. Punët në shtëpi si i keni të ndara? Nuk e kemi të ndara punët e shtëpisë. Të me thonë për neve, nuk është një punë që është rozë, apo një punë që është blu. Ne, sipas situatës, të me thonë, lindi ka herë ndron gocën apo kujdesi për gocën më shumë, sepse ose jam në punë, gjendem në punë, ose jam duke u marrë me diçka shumë të rëndësishme. Të me thënë, lindi nuk është nga ato tipa që thot, jo, po janë punë grash edhe unë s'do i baj. Ka marrëveshjen e jemi ekip. Shkurt.